Në skenën e teatrit Migjeni në Shkodër, u shfaq premiera e komedisë Kërkohet një tenor, një bashkëpunim mes teatrit kombëtar dhe teatrit Migjeni me regji të Armand Borës. Kjo komedi sjell humorin brillant të autorit Ken Ludwig. Ngjarjet në shfaqje zhvillohen në vitin 1934 në një suite hoteli ku një sër nga tresësh, keqkuptimesh dhe situatash komike lindin nga ardhja një tenori të famshëm italian. Pjesë e komedisë janë aktorë të njohur si Heridon Fino, Genti Deçka, Neada Saliasi edhe një trup e përzgjedhur nga të dy teatrët. Regjizori Armand Bora si dhe aktorët janë të mendimit se komedia sjell një energji të veçantë në skenë dhe premton të mbajë publikun të buzëqeshur gjatë gjithë shfaqjes. Premierat janë gjithmonë të bukura, po kur vjen në një teatr të tillë siç është teatri i Shkodrës, teatri Migjenit me një histori të madhe, emra të mëdhenj, duhet të ketë historike në këtë teatr. Kushtohet edhe le të themi një atmosferë mrekullueshme që na ka rrethuar këto 4-5 ditë që kemi qenë këtu në teatrin Migjeni. Nuk është fjalë emocion, domethënë që ta përmbledhësh diçka më shumë, sepse unë i vogël kam marrë në Shkodër, kam pas disa kushëri nga ana e babait. Ka patur një punë shumë voluminoze nga Armand Bora, nga regjizori, edhe nga gjithë trupa për ta realizuar. Kemi punuar me një ritëm shumë të shpejtë, kemi pasur prova para dite pas dite. Të lodhur shumë, por me përballje me publikun shkodran, çdo gjë shkoi vaj. Komedia Kërkohet një tenor do të vazhdojë të shfaqet për publikun shkodran edhe në datat 26, 27, 28 dhe 29 prill në teatrin Migjeni.